معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Fillimisht e falenderoj Allahun Zot Xhelal Shanuhu që na dha ymër, na dha shëndet, na dha mundësinë që të takohemi në shtëpinë e Allahut, me përkujtu mirësitë dhe nimetet e Allahut, po nikosisht edhe me u bashku joft, një u thonë të mirë në rrugën e shejtë, musafirëve më të nderuar të kësaj dynjaje, të vendit më të nderuar që musafirët e Allahut të Alemin, me i lut edhe me ju bari gjë që mos të harroni edhe neve në duat timit edhe në vendet e shejta atje ku shkoni. Apo të një dhe ju tje se të se po do të bezohat kryt me ju po, dhe një që ka ju shade, edhe ju qeni mu. Të sa jo. Unë besoj se edhe gjemati i nderuar i zakonshëm që janë, kur thot i zakonshëm, nuk janë zakonshëm, të gjithë gjemati për mujën të janë zakonshëm të jenë të nderuar. Po për thot që vinë ditët e zakonshme, që nuk janë udhëtar për haxh, keni lexuar për hoxhallarëve, keni lexuar për haxhin, keni lexuar për mirësitë e haxhit, për bereqetin, për dhuntit, për mirësitë që i madhe Zoti Xhelal Shanuhu ju ka premtuar atyre të cilët i kanë plotësu kushtet edhe kanë mërri momentin e obligueshmërisë për me shku në haxh. I madhe Zoti Xhelal Shanuhu po thot I madhe Zoti Xhelal Shanuhu po na përkujton وعلى الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. Shpesh herë bisedojmë qarë që më të mbushta dhe shohim plot njerëz, thujle t'hinë mrenë edhe atyne, s'kam hini mrenë, se po këshu qëllë vlerën, e t'hinë mrenë, po s'hinë koridorët. Bisedojmë edhe shumë njerëz një dhibje edhe keq ardhje që s'po mujtë me shku në haxh. Është e vërtet. Ata që e dojnë shpinë Allahut, ata që ja kanë dhonë besën Allahit, sigurisht se ndin dhimbje pse s'kan mundësi me shku. Mirë për i madhe Zotë Xhelal Shanuhu e ka sëru këtë qeshtje dhe ne ka sëru dhe ne ka qartësu shumë kjarë. Bërë me shku në haxh e kanë ata që kanë mundësi.
Borx e kanë me shkon haz ata që kanë mundësi. Cila është mundësia? E para mundësia materiale, mundësia fizike edhe e lirisë dhe vizës. Nësi posedon çdo 3 gjëra ju ka bo borx haxhi. Ulemaja ka thonë, kur i plotson çdo 3 gjëra ju ka bo borx haxhi, sikur se kur thot namaz e zani që ju bo borx namazin. Ka hikoa, do të thonë mos me shty asnjë moment, ma tutje. Mirë po, në rastën nuk plotësohen këto kushte, absolutisht nuk ka njeriu arsye me uni keq për arsye se i madhi Zot Xheleshanu ta ka qenë rrugën. I ke plotësu këto kushte e ki borx. Si ke këto kushte, se ki borx. Prandaj s'ki nevojë me uni keq, as mu dëshpru. E di që është e natyrshme me pas malla dhe dëshirë për shpinë e Allahut. Ne kemë haxhallar të nderuar këtu e haxhi që shkohet me 10 herë, edhe prapë kam qenë dhe nostalgji me shku në shtëpinë e Allahut, me bo dua, me lut, me u bashku me gjitha ta besimtarë, me gjitha ta njerëz. Vazhdimisht ballafaqohet me disa pyetje. Po e Allah prapë na ka dhënë përgjigje. Gjithë cili ose çdo dytë për ju nuk keni vetë çka më marr me veti. Pjesa parë kry, pjesa materiale. Ibadeti i haxhit është ibadet kulminant. E mbledh pjesën fizike, pjesën shpirtërore, njetin, besimin. Besi që ja ka dhënë Allahu që me kry haxhin. Pjesa tjetër materiale, sepse koqa duhet mi mbledh parë. Pjesa tjetër, pjesa fizike, dhe më thonë, e përfrit të gjitha mundësit e insanit. Në rast se flasim për imanat, për shahadet, është shpirtërore, edhe gjuhës. Për namaz, është fizike edhe shpirtërore. Zëqati materiale shpirtërore dhe sa haxhi, materiale shpirtërore fizike. I përfrit të gjitha, përse ata është e fundit edhe është përminante. Kanë drejt njerëz me pas nostalgji për këtë çështje. Po kthehemi te pyetja e zakonshme që ja bën njëri tjetrit edhe ne bën dikush. O vetë, çka më morë me vetë? Allah i madhëshëm dhe xhelat e ka ditë që njerëzit kanë me bëu këtë pyetje, edhe u ka dhënë përgjigje. Fatazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Merrni me vetë çka ju duhet. Po me mira, me vlefshme, me dobishme, ato që s'du të me këshu peh prej saj që merrni me veti është ka. Dhe vërçmeria dhe takvallah, ma jetë vynë haxhi. Unë e pata një takim të shkurt me haxhit e nderuar që ne do të udhtojmë, para se marrë tu dhe edhe ju tregova disa gjëra. Pse takvallah është më i mirë? Sepse aty keni me taku të gjitha racat e njerëzve të botës. Të gjitha kulturat e njerëzve në botë, që ne kanë pranuar Islamin, e që nuk ka popull në botë, deri aty në Amazon, thellë ku janë ata që jetojnë hala, në të mënyrën ai se me egër, por është mënyra egër, është mënyrë që kanë zgjedhur ata me jetu, se kjo njerëz të egër ata. Se s'ka pas njerëz të egër kur në dynjë. Prej Ademit alayhis salam. Po është mënyrë e jetesës e cila shpesh edhe t'imponohet si pas rrethona materiale dhe shoqërore dhe kupton. Prandaj keni me taku njerëz për gjitha rasave, për gjitha edukatave,